Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Është pyetja kështu. A muj me ditë na Allahu a na don as na don? Ulemat kanë përcjell situatat, dietarët i kanë thollu gjërat, qysh me ditë që Allahu po na don. Një prej dietarëve po thotë, e inshallah nesër prava kemi me shpjeguar gjërat prej sifateve të Zotit xhallal xhelalu, por me njoftë këtë veti, këtë sifat, Allahu apo na don. Allahu i don robët e tij. I ka krijuar, vetë ka krijuar, i don ani i ka krijuar. Po na me ditë neve apo na don. Pse nuk e don qafirin? Sepse on kundërshtar i Allahut. Na nuk jemi kundërshtar, na adhurojmë Allahun me kreta çka i ka kërkuar Allahu prej neve. Andaj ka thonë hadithin kutsi, robi mundet me mu afrua mua vetëm me gjërat që i kam urdhëruar me i kry. Me çato. Për shembull, shahadetin kur ta thojmë jemi musliman, namazin, zakatin, agjerimin, respektin e prindve, haxhillekun, sadakar, larg prej harameve, salavatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me njerëzit mos sjell mirë kështu më radh me jetu në paqe. Kur bëhet muslimani i këtij llojit, ka virtyte të tilla të që Allahu e don. Po thotë e para, ky dietari për sjelljen e ligjërat për një hoxhës arabis, e para veti sifat që Allahu xhallal shanuhu na don neve, është një njeri ka shumë vajza. Musa alayhi salatu wassalam e ka pyet Allahun, ja Rabbi, qysh me e ditun që ti po më duhesh mu? Pejgamberi jon alayhi salatu wassalam ka kallëzuar thonë, i pari sifatëve ti, Allahu kujt i ka dhënë shumë vajza, 3 vajza, në hadith të këso 3 vajza, e i edukon rrugë Zotit, e i ban tërbije, e i edukon rrugë Zotit, ato falenderojnë Allahun xhallal xhelalu, Allahu kënaqet me çat babë e me çat nënë. Kanë thonë pejgamberit, ja Resul Allah, po me i pas 2, ka thonë edhe 2, ja Resul Allah, po me i pas 1, ka thonë edhe 1, ja Resul Allah, mos me pas hiç, ka thonë i edukon fëmijët e të tjerëve të refisit, Allah ja kompenzon në sevap. Pse të vajzat fjala, pse s'po thot të djemt? Këtu pak me qirua meselen, për arsye se femna kur edukohet në vëgjli, bëhet nën. Kur bëhet martesa, ajo bëhet grua. Kur bëhet grua, ajo do të lindë. E fabrika e edukume që është e formume, fabrika e mirë, e ka prodhimin, produktin e mirë. Wallahi, o vllazër, o çudi e madhe është. Nënat e dietarëve më të mëdhenj, kanë jetuar një kohë shumë gjatë pa burrave janë. Si për shembull, nëna e Ibn Taymije, nëna e Ahmed ibn Hanbelit, nëna e Imam Shafiis, nëna e Imam Malikis. Kanë shënuar histori deri ditën e Kiametit ku përmend. Në moment të vëllazni, 100 vjet kanë kaluar, nuk harrohen këto personalitete. E para që na don Zoti, shihet që e ke pëlqyer ti vetë me eduku vajzën. Se të kuj Zoti ja e pe vajza. Unë e kam ju e njif një atë mikun tim, që i kam shok në mush shumë, 7 vajza Zoti ja ka pa. Allahu xhallal xhelalu, ama mashallah me tërbije, mashallah te barakallah. E tash, kush e pa këtë sifat, Allahu xhallal xhelaluhu është një prej shenjave që Allahu po të don. Numër 2. Kur zenxhinat e një popullit i këqyrin fukarat e vetë.
që është shumë e madhe, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lyp në kënaqësinë e Allahut edhe ndihmën prej Allahut duke ju shërbyer fuqarave të vendit. Merrni me mend qeveritarët e vendit tonë, edhe qeveritarët e këtë botës islame, ka janë e kasjen. Mos me keq përdor pasurinë e popullit, po me investua për nevojat e fuqarave. S'kish me met fuqarave. Prandaj gjithë është mirë me i dalë krah kësaj situate, kësaj çështje. U ban 2. E treta isharet që na don Allahu xhalla xhelali u neve, mas i prinimojnë fuqarave, Allahu po na don ne jemi të i bën çfarë punë. E treta që na don Allahu xhalla shanu është veti e msheft. Ato kërkush së she Zënel Gjemallari. Ajo është natën, ham njëm, 2, 3, ti e zgjedhësh kohën e natës. Shkesh lagësh ma i të ftaftë dhe marrësh një abdes edhe i falish dore qatë për veti dhe i qësh duar për qimit. Ja Rab, vetëm ty të mbështeti. Ti bësh ndryshim në mua, bësh ndryshim në familjen time, bësh ndryshim në vllatë të mi, bësh ndryshim në tërë farefisin ta. Edhe bësh dua për këtë ignitin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nata më falë. E katërta edhe e fundit, nëse e sheh vetin ti që je shumë përmirësues në shoqëri, muslih, çka do të thonë përmirësues? Veç i pajdesh, veç i afrosh, kur nuk i përqar njerëzit. Gjeti, edhe më janë një të keqen jam lësh, edhe më janë një që edhe nëse s'pëdosh të një me folë, ja jeshosh. A pe kuptoni? Fjallet përmirësuese i sharetin që ka në smetë. Kur duhesh me folë, ti je ka kështu dhe sigur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prom do të fola për Sa'd ibn Muadhi. Kur ka thonë, po më duhen për luftë. Pejgamberi në Medine, po më duhen i për luftë. A muhaxherët me pejgamberin Mekka se dion këtë kohë. Pejgamberi prapë po thotë, u qua Sa'din atë moshën e re, ja Resulallah, po më duket se kje për qëllim neve ensarve. Tha, po, tha, ja Sa'd. Muhaxherët, po, ama tha, mos i shumë kërkes, po më duket se kje sinin të na, ja Resulallah. Tha, vallahi, tha, ja Resulallah, të kemi besue, të kemi pranue, të kemi dhënë besën, vallahi, nësa është nevoja me hiti ndeti, në ndeti mas të jemi ja Resulullah. Këto çfarë janë të isharete, pejgamberi që lipi? Sepse mas ti, mas Sa'dit, që thamë prom, kanë marrë pjesë 70.000 melek në përcjelljen e gjenazës ti. Ja Resulullah, ja Allah. Prandaj, kur duhem ta dim veti që Allahu Gjellishanuhu për na jep pelqim, tezkije i thejnë arabqe, referencë, ju thejnë shqip. Allahu për t'jep ty një pelqim që ti po mundesh me ba iftarin, po mundesh me ba zeqatin, po mundesh me ba sadakat, po mundesh me ba namazin, po mundesh me ba pajtimin, po duhesh me ba edukimin. Ja Allah, ja Allah. E lusim Allahun Gjellëshonu vllazën ta kalojmë këtë muaj të bekuar, mos na jetë vetëm në haje pije, por le të jetë Ramazani ndryshim i mbrëmshëm gjithë familjar. Ndryshim i mbrëmshëm. Se që hangrëm, tash të na lutet dikush edhe një herë, apo e shtrojmë edhe një herë. Jo, vallahi, nuk e shtrojmë, u kry. Tash qerat punë, çfarë i kemi? Prandaj i kemi rënë gjërat të cilat këtë muaj ta kalojmë sa të mundni, lexoni Kur'anin sa të mundni.
Kur'anin me lexue shumë çudi është. Po mos po di, nalu edhe lexoj 10 herë. Kul huwallahu mas s'po dish. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. 10 herë lexo, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka një pallat në xhenet. Allahu është bujar, mos u çuditni. Allahu është bujar. Sa është bujar? O haxhi, jep shumë, edhe shton bereqetin shumë. Por një punë të vogël, ja urun sadakën e juve sa më kone vogël, si kur ju që e runi mazin, mu rrit, mu ban për me punu me ta e me dvyt. Ja uruan, ja urit, juve me javdhan. Allahu Gjellëshanuhu si kur që na ka të kriju neve, për me na shpërbly neve. A prej neve për li pagjerim për shembull. E ndëgjoj Agron e Regjepi sot, ose prapë sot, në drejtësinë e Prishtinës. Sa bukur po thotë. Nuk më agjerimi tha për me të mundu o ty, po është për më të arrujt shnetin tëndë. O, sa bukur. Se dëkush, a po ata të shtrigër dhe të që voli? Si ka mundësi, tha me lënë pa uje, pa buke, pa piqe. U solë të TikTok një farë. Allahu në ka bo agjerimin, neve shëndetin me në rujt, po lyp trupi, që të loj shërim, edhe për e api. Alhamdulillah. O salillahum ala sejidina vë nebina Muhammed, inshallah deri në fund të mujt Ramazanit, edhe na këtë të sot, edhe ju në Shqipëri, në Macedoni, edhe diaspora afër dhe largët, i kyqeni rrugës Allahut Gjelle Gjelalu, po ndëgjejmë fjallë të mira, po ndëgjejmë numër të madhë këtë vitë për Ramazan, po ndëgjejmë xhallarët në çdo terren këtë Ramazan, e lusim Allahun Gjellëshanuhu që gjithë ummetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam ta bëjmë bashkë ya Rabbel Alamin, e të ju rikërshi në çdo sfide, në çdo sprovë të kësaj dunjas. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.